shikues të nderuar, dhe mirë se vini në episodin e tretë të podcastit të gjimnazit tonë. Siç më njeni nga epizodi i kaluar, unë jam Medina, jam nxënëse këtij gjimnazit si dhe anëtare e klubit medial. Dhe ka kënaqësinë t'ju njoftoj me një profesor të gjimnazit tonë që jap mësim si profesor i lëndës së fizikës, Xhavdet Podrimaj. Profesor, faleminderit shumë që keni pranuar me ardhmë. Faleminderit për ju për ftesën. Pra, tema që kam me folë sot është raporti mes një mësimdhënëse së profesorin, këtë rast me një nxënës. Profesor, pyetja jam është çu në kupton ti një raport që mundet me pas një nxënës me një profesor? Çka përmban çaj raport që për me bë mu dallu më shumë për raportet e tjera të zakonshme? Atëherë kjo është një pyetje goxha shumë që don në elaborim goxha të thellë, por unë konsideroj që të punosh me gjeneratën e juve është goxha përgjegjësi edhe përgjegjësi edhe privilegj. Tham përgjegjësi sepse jeni në dorë tona, ju e kaloni atë fazën kryesore që keni adoleshencën, edhe jeni kaloni nëpër një zinxhir që ku na jemi pjesë e saj ne. Tashti si duhet me qenë një raport mësimdhënës-nxënës, unë them që ky raport mas pari duhet bazohet në parimet shëndosha. Cilat janë parimet e shëndosha? Mas pari duhet ketë respekt të dyanshëm, vlerësim e mandej të vazhdohet me punën matutje. Kur thëm respekt të dyanshëm, mendoj ne si pedagog që jemi këtu, na nuk jemi punësu këtu për me zhvillu orën mësimore, në kuptimin e asaj që çka dim na nga shkenca, se nga shkenca jemi kualifikuar dhe i dim ato gjëra, por unë mendoj që roli thelbësor që duhet ta ketë një mësimdhënës është sjellja e tij pedagogjike. Çështja e tij ndaj nxënësit, ndaj nxënësave. Ajo e dikton tashti profesorin, a është në rrugën e duhur apo jo. Pse e them këto? Unë para disa vjetë kom punu në gjimnazin tjetër anej, edhe kom pas bën një anketë se më vinte për studime postdiplomike. Sa ndikon mësimdhënësi në të arriturat e nxënësit, sa ndikon. Dhe është shumë interesant që kam ka dojnë për asaj, është që nxënësi nuk është që donë një mësimdhënës që është pedagogi mirë e që se një lëndën. Ose një mësimdhënës që një lëndën e që është jo është shumë i pasjetshëm. Nxënësi donë një mësimdhënës profesionist edhe pedagog të duhur. Unë mendoj që në këto baza duhet vendoset raporti nxënës-mësimdhënës. Thjesht ne si pedagog duhet ta njohim pak botën e juve, të mishrohemi pak me botën e juj, besa nëse ka nevojë nganjëherë t'ju gjindemi, jo vetëm në aspektin pedagogjik, shpjegoj mësimin dhe ditën e mirë, por edhe të shohim edhe për hallet e juve, çka na mund më ndiku diçka në mirë që ato halle pak a shumë i lehtësu. Edhe kështu që mendoja ai duhet me qenë raporti i vlerësimit të dyanshëm, i respektit të dyanshëm, edhe ne si mësimdhënës duhet gjithmonë ta kemi në mendje që ju jeni në fazën adoleshente. Më ka ndodhur në një shkollë tjetër jo këtu, kur një nxënës ka qenë jashtëzakonisht i pasjellshëm e me zgjedhje kemi arrit disi me bardh deri në fund klasës 12 dhe me kalu klasën e 12. E takoj ato mas shumë vitesh. Edhe më thot, në momentin që më ka taku gati në përqafim, më erdhi. Profesor tha, ta kur më kujtohet çka unë kam bën në shkollë, tha, i kam rapi shumë aq shumë, që më sjell aq keq. Me një fjalë veç kur është rritë e ka pa sjelljen e tij e cila nuk ka qenë në rregull në raport me shkollën, po ka qenë adoleshent atëherë. Prandaj na duhet patjetër që ta kuptojmë atë fazën adoleshente dhe të mundohemi në familje ta lehtësojmë atë rritjen e tyre. Unë pranoj shumë me këta që po, po dishta më ta vëllë një pyetje tjetër. Pra i kena dy lloje të raporteve mes një mësimdhënësi dhe një nxënësi që vrejën dukshëm, është raporti negativ dhe ai pozitiv. Sipas teje, si profesor që ke jep mësim disa vite, çish kishe mujt me krahasu për mi dallu këto dy raporte me tiparet më kryesore? Po, aspekti negativ dhe pozitiv i raportit të tillë. Po, këto e dalloj absolutisht. Unë jam mësimdhënës diku mbi 30 vjet i bona tash i manarsin. I bona. Edhe tash si ka qenë raporti këtu. Unë konsideroj që raporti negativ po nisën e për matkeqës është më pari në qoftë se mësimdhënësi e mendon që ai është në thojza Zoti aty dhe gjithçka sillet rreth tij. Ai automatikisht e sjell një energji negative në sistem. Me njëherë sjell një energji negative në sistem. Duhet të them, hin nor me një përbuzje absolutisht për nxënësat, shkon ulet atje,
e shkruan në orën, edhe pa asnjë komunikim, pa asnjë kurrë me nxënësat me pasë cila është gjendja e tyre. Me njëherë kjo në energji negative. Kjo është energjia negative që mësimdhënësi mund të sjellë në orë. Nga ana tjetër, energji negative mund të jenë tash edhe nga ana e nxënësve, në qoftë se ata nuk e kuptojnë që ora ka fillu dhe tani duhet më përkushtuar asaj ore. Me një fjalë, koncentrimi i tyre është komplet jashtë sistemit. Edhe pavarësisht nga përpjekja e mësimdhënësit që ta sjell orën në binar, ai nuk arrin ta sjellë ato hiç, sepse ata kanë biseda atje mes veti edhe nuk e kanë kolegj. Thëmë edhe këta, është e rëndë me thëmë, po është e vërtet, mund të ketë çdo klasë një ose dy nxënës që e kanë qëllimin me kalu orën në anën negative të saj. Kjo është energjia negative që sillet. Dhe tash, të dyja ndikojnë shumë keq. Mësimdhënësi nëse e bën çato, edhe me një përbuzje të tërë ndaj nxënësave, atëherë ai në farë mënyrë e ka humbur, sepse nuk do ta përfill kush. Nuk do ta përfill kush. Mësimdhënësi përfillet në qoftë se ai reflekton pozitivitet. Unë për veten time, tash ndoshta mund ta sjellin një përvojë time këtu, por në sa herë hi në orë, më së pari kam u kthy nga nxënësat dhe mi përshëndet. Pothuajse edhe personalisht secilin, edhe me pak a shumë një pyetje formale si jeni, si kaloni, e madje shkoj ula në tavolinën time, shënoj orën dhe më duket, më ka pas ndodhur në një klasë Medina që ishte klasa 10, sa kishin ardhur ata nxënës aty, edhe unë shkoj me ditar hy në klasë. Kur hyna në klasë aty, unë zakonisht hi buzëqeshur në klasë, sepse më duket që duhet sjellë energji pozitive për ta. Dhe kur hyna në klasë, po e dëgjoj një vajzë atje, që tha, pas ka dhe profesor që qeshin këtu, që buzëqeshin, edhe më është shumë interesant. E thashë, e pse? Kur është problemi? Po të jamarë dhe kur hinë më rrallë shumë dhe hinë e bërtasin aty dhe dalin aty, automatikisht ata ja humbin cakon. Prandaj tu mendoj është ajo ana negative e të dy anëve. Mësimdhënësi nëse don të imponohet në orë, ai është gabim, sepse ai duhet ta përfitojë një herë nxënësin në mënyrë që ora të jetë suksesshme. Në këtë rast, nëse një profesor dhe një nxënës kanë raportin kaq gjatë mirë, më të ngushtë sa me profesorët tjerë, a mendon që nxënësi që atëherë edhe profesori kanë mundi shumë më vështirë që me një farë forme kam ja fillu me humbe dhe respekte. Tani është kjo një formulë thikë me dy tera. Po, si ta marrësh, në cilën do anë. Unë e din ju kam dhënë klasën e 10 juve mësim edhe kam një përvojë jashtëzakonshme me gjithë juve, me gjitha paralelet. Mandej më dash më kalu me klasën e 11 që diqen 12 për shkak të një kujdestarie që e kisha. Sa herë unë kaloj në për ato koridore dhe i takoj juve, e shoh që më kërkoni me çdo kush që profesorët na japin klasën e 12. Tani arsyeja pse kërkoni një gjatë tillë. Mendja më thotë që i mundu me bë punën si duhet, e para. E dyta që kam sjell energji pozitive të ju, vazhdimisht. Edhe që kam arrit paktën të ndërtoj diçka nga personaliteti juaj. Tash, afërsia. Afërsia mësimdhënësit me nxënësin duhet me qenë gjithmonë në raporte të shnosha. Mësimdhënësit duhet ka një kufi ku mësimdhënësit nuk guxon të kalojë matutje. E ai kufi duhet të respektohet strikt. Me një fjalë, ka ndodhur po plot raste që bisedoj edhe për halle familjare nështë që mund më pas nxënësi, edhe më ndona më ardhën atë çosnë atij dhe i ka ndihmu shumë. Por ama tash ti hajde mas mësimit për shembull hajde dalim për kafe ose tutje, vazhdojmë shoqërinë. Jo, nuk shkon. Gjithçka duhet zhvillohet në kuadër të shkollës, edhe të jetë raporti mësim-nxënës, mbi vlerat e asaj që me respektojnë njëri tjetrin. Tash ti, a ndikon një shoqërim i tepërt i tyre mes vetin në të nxënët? Edhe mund të ndikoj. Prandaj nëse është e mira e punës është që nganjëherë mos mi përcjell gjenerata nga klasa 10 deri në klasën e 12. Nështë është mirë pak me pas një shkputje të asaj. Unë vetë për vete si vjetë e kam klasën që vërtet i kam përcjell për klasës së 10 deri në 12, nuk kam ndonjë problem, por nështë mund më keq kuptuar se dikur bosh edhe si familjar. Mund ndodhë që kjo mund krejë problem. Por për personin e ndërgjegjshëm, siç është që duhet me qenë mësimdhënësi, edhe për personin e ndërgjegjshëm që ma merr mend duhet me qenë nxënës edhe në shumicën e rasteve, atëherë mendoj që ky raport i afërt mes tyre i ka thyer ato barrierat e pengesave që mund t'i ketë nxënësit tash të shprehurit ndaj mësimdhënësit. Nuk e ka barrierë. Unë ti e din që e kam thonë gjithmonë për mua është gabim, nëse se shpreh mendimin tonë për pyetjen që i kemi.
Nuk është gabim ajo, është gabim në qoftë se ti s'angazhohesh, atë që është thupo gabimisht në kushtim madh, s'ka njeri që nuk gabon. Por mbi atë gabim ti bëhesh kurioz, mandej dhe thu mendimin tënd. Me një fjalë, unë mendoj me gjithë ato që deri në nivel të lartë, raporti i mirë nxënës mësimdhënës ndikon në mësimdhënie, edhe në mësimdhënie ndikon të dyja. E provë tash për shembull nëse një profesor edhe një nxënës kanë ngjallë mes tyre një farë lloj keqkuptime ose keqkuptime të shumta. A mendon që kjo mund të më ndikojë që ata gradualisht gjatë vitit me pas një raport shumë negativ? Medina, unë sa u ktheva tash për një ore, ishte një klasë 12, në cilën pata mësim dhe për çudi të rastit ata kishin pas problem me një mësimdhënës aty. Ne një gjë duhet ta kuptojmë. Edhe na si mësimdhënës, po dhe ju si nxënës nuk jemi robot, jemi njerëz. Në qoftë se dikush thotë jemi pa gabueshëm, gabon sepse nuk ka kur gjë në këtë botë pa gabueshëm. Gabojmë edhe ne mësimdhënës, gaboni edhe ju. Por ama çështja është ç'është duhet mos zgjidh kështu. Unë mendoj që mas pore të mësimdhënës, unë kam dhënë mësim edhe një kohë në Angli kam dhënë mësim, edhe atje më thoshin që para fillimit vitit shkollor, nëse në një prej mësimdhënësve ka probleme pak a shumë psiqike, ai ka më shku te mjeku. Dhe mjeku ka me kqyr në çfarë nivele, në çfarë shkolle të stresit ai ka, në mënyrë që a është i përshtatshëm ajo për mësimdhënie. Edhe na si mësimdhënës ka raste që sistemi të na akoma i toleron një numër të mësimdhënësve të cilët janë me probleme psiqike, për mos thënë të stresit të prunë, probleme familjare, probleme shëndetin e tjera, që një farë mënyre edhe mbrenda orës mund të reflektohet keq. Tash, çështja është, a gabon nxënësi? Po. A gabon mësimdhënësi? Po. Por ama, a ka vend për zgjidhje problemeve? Pra po. Konkretisht, unë në orën që kaloj që tash e pata një këshill shumë të mirë. Ju lutem, nëse mësimdhënësi e ka tepruar, ai është njeri. Por nëse ka tepruar shumë, ai duhet kërkoj falje. Duhet kërkoj falje për problemin që ka bën. Po dhe ju, nëse ja keni tepruar, të kërkoni falje. Dhe problemi të zgjidhet dhe të shkohet më tutje. Me një fjalë, raporti i keq mes të dy palëve ndikon jashtëzakonisht keq. Para mendoj tashti, motor dora e një lande, edhe ti më mendu që ka motor profesori, x profesori, apo x profesoresha, edhe që vjen me një energji negative. Fillon me urrit veten, shkollën, shoqërinë edhe gjithçka. Prandaj na duhet me çdo kusht që të sjellim energji negative në energji pozitive të nxënësi. Unë konkretisht për shembull, vetë fakti që krejt nxënësit e mi i di me emra i trasune, me emra. Kjo në kupton që kam shumë vlerësim për secilin prej tyre. Thjesht për mua kanë vlerë, secili nxënësi për mua nuk është numër. Nxënësi për mua është vlerë. Një vlerë, dy vlerë, tri vlerë, shumë vlera. Prandaj mendoj që energjia negative është shumë e keqe në mësimdhënie. Duhet me eliminu patjetër. Çdo problem ka zgjidhje. Edhe duhet zgjidhet problemet me kohë që në mënyrë që ato të mos shpresohen më tutje. A mendon prof që është më mirë me pas një farë lloj raporti të ngushtë një profesor me nxënësin e vet, apo më kanë më mirë formal, në disa raste të caktuara? Të qenit formal e zbe mësimdhënia dhe mësimdhënia. E zbe. Ne kemi këtu goxha shumë profesorë që janë shumë formal me nxënësin. A duhet me qenë shumë formal për mendimin tëm? Jo. A duhet me qenë shumë i lirë? Pra për mendimin jo. Duhet të dihet deri ku mund të shkon sistemi. Me një fjalë, ta shifsh disponimin e klasës një herë, në çfarë disponimi është klasa, në mënyrë që ti ta dish se çka do të bësh më matutje. Ose nëse disponimi i klasës nuk është i mirë, ta përdorësh një fjalim të vogël, apo një barcolet të vogël, apo diçka në mënyrë që ta relaksosh klasën dhe ta përgatitësh për orën. E jo tysh në klasë të shëmani, që kjo tema sot do t'ja nisë flete edhe s'ti intereson kush po ndëgjon hiç. Për mendimin tëm profesori ka humbë, mësimdhënësi ka humbë, betejën nëse ai thotë që unë po shpjegoj, a e morr të vesh ju, a se morr të vesh, mos po më intereson hiç. Jo, duhet më këshir, apo e morrin klasa, a ka informacione që ata po e morrin ato e mandej zhvillojsh. Prof, po duhet të avon një pyetje, të bazuar më shumë ka perspektivat e nxënësve. Ka nxënësa që mundën me pas në keqkuptim me një profesor, edhe që e linë me pas ata një raport negativ, edhe shpesh i këmli kanë thonë, jo, mu prova kësha më halon dysh se ma ha morri nati, për diçka të s'kom bo. Që kisha adresu ti si të situatë, qysh është menimi hëtë?
Po, unë e kam qasë për këtë punë. E para e punës është që ne, si pedagog, nuk kemi të drejt, as morale e as ligjore, që me morë inat ndaj nxënësit. Ju përfaqësoni një vlerë në kuadër shoqërisë tonë. Edhe një vlerë që ndodh në kuadër të moshës së juaj adoleshente. Prandaj, mja mori natin nxënësit edhe më shku si s'din dikun më shku deri te ngelja ti, për mendimin tëm, çaj mësimdhënës e ka humbë cakun komplet. Bile për mos u shku matutje, unë këto e kisha konsideru edhe si një lloj shkelje ose vepër penale. E kam një mendim e dina, kollaj është me shkatru një individ, përfshti është me ndërtu një. Dhe tash ti e din, unë e kom punu bashkë me juve. Dhe veç me bo një eksperiment social, unë e mu sjell keq mrena orës, hajde sjell na keq. Ju më një herë e keni me kriju një energji negative, që ka ky profesor kështu. Prandaj, na nuk guxoj më marrë natë ndaj një nxënësi. Unë personalisht, e di në një rast, kur nështë e kom tepru me një vlerësim ndaj një nxënësi, e kom lëndu pak, edhe ju kthy dhe i kom kërku falje. Më fal, nuk e kom pas qëllimin e kesh me të lëndu ty në asnjë mënyrë hiç. Prandaj, çështja është që na duhet kemi kujdes fort në atë aspekt në mënyrë që s'bën hiç, në shkolla private kjo shikohet fort, po dhe në shkolla publike është dashur mu shikon këtë mënyrë. Profesor më mori natë nxënësit, ka dal. Ti je këtu mësimdhënës, ty shteti ta ka besu një detyrë, e detyra është me eduku një gjenerat. Prandaj të lutem, kush je ti në mënyrë që ta shkatrosh një individ. Çdo çon gjatë shkollës gjatë fazës adoleshente, në qoftë se kalon vrag diçka në ty, ti si personalitet nuk do të jesh më personalitet i shëndosh në jetën tënde, se kalon i gjurmë të keqe diçka. Prandaj na si mësimdhënës, inshallah kjo edhe dëgjohet dhe respektohet nga të tjerë, na duhet fort me marr më të mirën prej nxënësit edhe jo më të keqen. Të mirën prej tina, jo më të keqen. Sikur për shembull, hyn mësimdhënës edhe sot kemi më pyet, i pyet 10 vjet 10 nisha, ka dal. Qyr pse ata se përgatit, qyr mënyrën se si duhet më afru atyne, që me përfituat nxënës moralisht në mënyrë që ai në një farë mënyrë më ardhi dhe keq më ardhi pa përgatitur në orën tonë. Prandaj mendoj që na si mësimdhënës duhet fort më pas kujdes dhe në asnjë mënyrë mos me toleru këtë që na më morr rrethnim ose i natë ndaj nxënësit. Jo, në asnjë mënyrë hiç. Jo. Në provë që ma shumë i takon mësimdhënësit, nxënësit, kur ndodh një keq kuptim, me ardh edhe me thonë, okay, unë kam gabu. Të drejtën po flas për veten time, se ndoshta nuk i një tjerët, po unë e gjoj forcë edhe kërkoj falje. Për mendimin tim është njeri i madh, është ai që kërkon falje, gjon fort e kërkon falje. Dhe është gjithashtu shumë e madhe që ta falësh personin, qoftë nxënësin këtë rast nëse ai ka bëu gabim, ose nxënësin mësimdhënësin nëse ai ka bëu gabim. Thjesht na duhet të punojmë bashkërisht, shumë afër, dhe që të ndajmë vlerat e mira mes vete me dina, vlerat e mira dhe të arrijmë qëllimin aty ku dojmë nëpërmes një bashkëpunimi edhe një pune efektive, në mënyrë që kur nesër takohemi në rrugë, të mos e kthejmë kryt në anën tjetër, po të themi, unë për vete maj raporte me kontakte, dalim për kafe, me ishë nxënësat e mi që kanë kry ka herë. Unë jam mësim edhe medrese dhe gjysa e kolektivit aty ishë nxënësat mitë. Bile që së për kuriozitet një ta tregoj sot një, tha profesor duke t'u falenderu ty, tash ai profesor aty, unë e tha, më thonë, përveç fizikës të e kom mësu dhe anglishtën. Tha se atëherë na ke thonë që anglishtja është shumë e rëndësishme që ju me mësu, se është një aset nëpërmes cilës si depërton edhe në kulturën botërore. Kështu që po thami, natët duhet mi lënë anash, jeta vazhdon matutje. Prof, edhe një pyetje dhe ishta më ta bëj. Kështu të me dina. Tash, në nxënësat kur të kryna mësimin, kur të shkojna në shtëpi. Kisha dashur me ditë çka mendoni ju mësimdhënësat për neve. Atëherë, para si më shku në shtëpi, unë e shfrytëzoj rastin gjithmonë edhe në shpërndoj një këshill brenda klasëve, që ata të vazhdojnë të studiojnë ato që janë mbi zemër, ato që kanë talent dhe ato që e dojnë. Kjo është një këshill e madhe që japi për gjithë. Besa me dina, unë e shfrytëzoj rastin e diçka tjetër bëj, sidomos me nxënësat mirë që janë shkëlqyeshëm me notër krejt pesë që edhe ju bëj letër rekomandimi.
kam qëllu që jam një si mirë anglisht, edhe nxënësat e mi studiojnë në Amerikë, studiojnë gjithandej. Por tash, ata shkojnë, ata kanë kry, është një proces normal krejt. Tani shumë herë gjenerata që kanë kry mësimin thonë, profesor, a jemi kona më të mirë, apo qysh jemi kona asë janë tjerë. Thomë, jo, ju keni qenë të mirë, edhe këta që janë shumë të mirë. Për mu, Medina nuk kanë nxënës të keq. Është pak vështirë me thonë këto për s'kanë nxënës të keq. Ka nxënës nështë që s'është i dhonëm shumë, për nxënës i keq, me qujtë nxënës i keq, nuk ka. Duhet të punësh me të, në mënyrë që ta marrësh më të mirë. Okej, po ata shkojnë. A ndina në mungesin e pranisë tyne po, sigurisht që po, njerëz jemi. Mirë po, unë këto e marrë normale. Aty në rruga e mbari qoftë, sepse kanë rrugë për të bo. Dhe pak me vje pak keq që nështë në sfidën e tyne jetësore në valet e jetës nuk të mund kontribojnë nësë gjo ma shumë jetës. Por tash mbetet nga ta, sepse e kanë kalu adoleshencën dhe në rritë, dhe tash të ata do t'esin matutje për para. Po, inshallah, kemi qenë ashtë mirë, sa që të mos e këthejmë kryt nënën e kundër ku e takon një tjetrin. Po të kemi respektin cilën e kemi pas gjatë shkollës dhe kemi jesë për para. Po thëmë, një qefi madhë, në qofë se nxënësi ka kalu mirë në përhallkat e jetës në shkollë, atëherë gjasat i ka maksimale që ai me qeni mirë edhe në jetën matutje, sepse kjo i ka ndihmu në rritjen e tij, në edukimin e tij. Prof, ndodh për shembull një klasë, nuk ka që ka shumë raportin e mirë me një mësimdhënë caktuar, vetë si shembull për mua. E kom vrejt që shumica e mësimdhënësve nuk ka që besojnë shumë nxënësve çka thujnë për çatë raport, po ma shumë kolegët tëmbe. Kisha dashur me ditë pse është kjo arsyeja që mos më mujt dikush i rritën që na jep neve mësim për shumë kohë, mos më na besu. Çështja është kjo. Unë e kam dëgjuar një diçka që s'm ka pëlqyer në mes kolegësh kështu, ku thuhet për shembull që nxënësi është për 2-3 vjet shkon e ti mbetesh me kolegun vazhdon tutje. Sikur na mungon ai guximi që gjërat kanë herë t'i themi edhe troç. Me një fjalë, nëse mësimdhënësi nuk ka pas të drejtë në veprimin e tij, atëherë është mirë me i thonë që nështë gabimi është nga ana jote. Profesor, se profesorish i nderuar, shiko ti që tu ke gabu ti. Të lutem që kjo mënyrë si e ke bo ti, nuk ka dos me bo. Fatkeqësisht mendoj që ka një kulturë kur edhe nëse mësimdhënësi nuk ka pas të drejtë, kolegu e mban. Dhe kjo nuk është e mirë. S'është e mirë, gjithmonë në parimin që ndrydhet nxënësi në këtë rast, shkelen nështë vlerat e drejtat e nxënësit, dhe kjo të sjell pasoja në rritjen e tij, në personalitetin e tij. Do të thonë, ky ka një vend me padrejtësi këtu. Prandaj në këtë rast, do të thonë, duhet më pas fort kujdes cila është sjellja e dyanshme e tyne. Prandaj duhet më pas kujdes na si kolegë gjithmonë me qenë mirë që më reflektu mirë që nxënësi kur qohet në mëngjes me shumë qejf marrë në shkollë, sepse aty kanë me prit do pedagog, cilët kanë punu me to, të cilët do ta ndojnë të mirën dhe të keqen bashkë, edhe që do të isin përpara. Dhe jo ku pas të më shkullën e sot, a shkohet në shkollë sot. Jo shkohet sepse aty ka me të prit një pedagog, një dikush që të dën, dhe kur themi të dën, i njeh vlerat tua dhe e respekton veten tënde. Dhe është aty për ty. Unë e them edhe që të lutem, se ndoshta jemi ka fundi, ne jemi këtu me Medina në shërbim t'juaj. Ne jemi në shërbim t'juaj dhe për juve jemi këtu. Prandaj ju lutem gjithëve që na përdorni juve e të kemi respekt dhe punë përbashkët që të arrijmë qëllimin e përbashkët. Qëllimi i përbashkët është që t'ju përcjellim juve, shkoni në hallkat matutje të jetës edhe të jeni të dobishëm për këtë vend, për Kosovën tonë. Faleminderit shumë për këto fjalë të mira, profesor. Pra, shikues të nderuar, është shumë kënaqësi që mbajta këtë bisedë me profesorin e gjimnazit tonë të Lëndës Fizikës, me që edhe na tregoi me një farë forme që ka mësimdhënësa të mirë ende në vendin tonë. Faleminderit shumë edhe një herë, profesor. Faleminderit Medina, e me të mira inshallah. Faleminderit. Shikues të nderuar, shihemi në episodin e radhës.